Në dhomën e gjumit, Mateo dhe Brikena kanë pasur një bisedë të qetë dhe mjaft të gjatë. Brikena që nga fillimi ka qenë më e tërhequr dhe nuk është afruar shumë me Mateon, dhe pse Mateo deri tani nuk është dorëzuar, duke munduar ta fitojë dashurinë e saj. Biseda që ndodhi mes tyre ishte kjo. E di që e ke shumë të vështirë të shprehesh, nëse deri dje kam pasur dyshime, tani s'kam më fare, i drejtohet Mateo. Nëse deri dje kam pasur dyshime që më ke pëlqyer, tani nuk kam më fare. Mendoj që më ke shumë qef, i drejtohet Mateo ndër të tjera. Ndërsa Brikena i thot, është mendimi yt, po ti s'ke pasur dyshime as në fillim, thoshe, unë e di sakt se ti më ke qef, ju kundërpërgjigj shumë qetësisht Brikena. Biseda e qetë mes Mateos dhe Brikenës zburon një sinqeritet të rrallë, duke treguar qartë ndjenjat e tyre mes sfidave të lojës. Nga ana tjetër shohim një Mateo që është mjaft i angazhuar të fitojë zemrën e Brikenës, por nga krahu i saj shohim një blokadë që fancat nuk po e kuptojnë se a e ka vërtet qef Brikena Mateon apo jo. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.